unë jam antari KQZ-s, në punën tonë kemi kry, me atë çështje unë hiç s'merr. Është jo e drejtë. Unë muj me bo, po është jo e drejtë, jo korrekte, ndaj kolegë, ndaj kërë. Premtimet kanë qenë që mrena jave, zotni drejtar, mrena jave do të kryen, ato si në kryende. Unë votoj kundër ndarjes për listën sërbe në çdo rast. Kolegë, unë për shprehjem të dhejeve, që e patëm në djede këshilë për buqetë dhe dashmë për përmirësu se ka kërë. Si votoj për arsye se jemi marrë vesh një herë, s'padim në regull 6 proces verbale, ka një faqe për 2 muaj. Si votoj tjerë, veç 29, që është i fundit. Unë i votoj këto ndarje, rekomandimin e votoj, unë e votoj kundër ndarjes për listën sërbe në çdo rast. Nëse jo e hedhë në votim, kush është për miratimin e rekomandimit, dhe vetë 2 rekomandime, jo? Unë votoj për listën sërbe, nuk votoj. Mirë, unë veç ta keni parasysh. Dhe thët me 8 vota për, me këtë vrejtje të zëtit Kurteshi, miratohet rekomandimi për ndarjen e mjeteve financiare, për ashtu që lexoj drejtori se janë 2, ha? 2 pika janë në një rekomandim. Mirë shumë. Edhe pse kemi pas një kërkesë tash, unë llogarit që ato është para 3 jave dhe premtimet kanë qenë që mrena jave, zotni drejtar, mrena jave do të kryen, ato si në kryende. Domthonjë kjo ishte edhe një prej kërkesave që kishte kolegu. Edhe anën tjetër të cilën nuk është vetëm kërkesë e kolegut që herave tjera drejtar. Kur të bëhet raporti financiar në 6 mujor, të kemi edhe një raport të punës me planifikimin për aktivitete. Të dihet të cilat aktivitete kanë shkuar, të cilat nuk janë krye, edhe pse nuk është shpenzuar buxheti apo është e kaluar. Domthonjë se po ne po kemi një raport financiar, po një raport punës që shkon në mbështetës me këtë nuk e kemi pas. Kërkesa ka qenë në kontinuitet, edhe kryeshefa djerë herë kanë tonë e bojmë herë se bojmë, po nuk o bo si praktik. Një pjesë e përmendi kolega, unë e kam këto shpenzime kapitale, thotë 0% janë shpenzu, unë nuk e di cilat janë ato shpenzimet kapitale që janë kërku ose janë planifiku, janë do mjetet edhe 0%. Po se i përket pagesës të trupave zgjedhore, po edhe unë këtu e kam një vrejtje shumë të madhe, edhe unë mendoj se kjo çështje nuk ka me u rregullue, as pe KQZ-s, pa e lidhat pagesë me pagat e antarëve të KQZ-s. Nuk bëhen pagat e antarëve. Unë e di, thojnë, po këtu janë të rregullta e mujore, i qetë drejt për drejt thesari, unë hiç s'pe di atë. Veç një pe di, mos me qitë pagat e antarëve të KQZ-s, pa u pague trupa zgjedhore. Na i marim ata, i marim e pagesë, shkojnë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, nëse ka njerëz që i kanë hup krejt, edhe nuk paguhen. Pa u lidh ashtu, pa e ditë personi i KQZ-s ose i SKQZ-s, që si del paga e tij, pa u paguat atjerë, që shkryhet puna. Prandaj, sinqerisht, unë këtu kam shumë vrejtje të madhe, jashtëzakonisht vrejtje të madhe, na muj me fut edhe në rregullore këto, po kjo punë nuk shkon me kësi arsyetime, të më thonë, njerëz kanë punu, për qaq sa ju takojnë. Pak, shumë, nuk ka me rëndësi, na i kemi premtu ato, ata i kanë plotësu kriteret, kushtet, cila është arsyeja na mos me kry obligimin tonë. Na do t'i kryjmë obligimet tona, sepse s'kemi diçka që nuk është e parapame, ato mjetet janë të parapame, mjetet janë aty, pse nuk kryet kjo punë. Më falë, po, sinqerisht edhe që kjo kisha dashur me ditë çka janë këto shpenzime kapitale, se unë se kam qartë edhe 0% janë shpenzu. Faleminderit. Mirësimet në raport le të banë. Çto që e kam, e diskutuam, e thamë përmirësane, nuk e keni përmirësuar. Përmirësajeni pozicionin atje. Shenë, këto që ka monën, nuk është të përmirësuar. Prap jeni të 11.000 kilometër, shetë jemi 6.000. Dhe 111.000. Teknike po që ato që ju dhanë bërejtje në këshill për buxhet më përmirësuar, që janë përmirësuar.
të presje te. Ne kemi 119.000 sa kilometra. Kolegi, unë për shprejpim të jetë që e patëm në lidhje të shqipë për buqetë dhe i dashme për mësu se ka të rosë. Po që ishtë të kasë kolegi të shqipë. Tjetë se asë kapër. Që shërë të ka fundime. Hajde shërë sa kilometra dhe saj litra të mos të gëmë 1.600 sa kilometra. Dhe do të Blokadën në kuvend dhe ishte me ju pyet për faktin që partia juve nuk parin me siguru votat. Veç pak, unë jam antari KQZ-s, në punën tonë kemi kry me atë çështje unë hiç smerë. Hiç smerë, se nuk është problem. Nuk mëj me ndiku kur gjë. Në çështjet që mëj me ndiku, merrem me to përgjigje më për këto. Veç kisha mujt me folë diçka që... A do ishte pra e gatshme KQZ me realizua dhe një parë zgjedhje tjera? Ashtë në një pyetje tjetër. Shtrone, kur t'jemi këtu, kret, është jo fair nga ona ime... Po veç një mendim tuaj e në shkort. Veç pa anë, veç t'jeni korrekt. Okej. Është jo fair nga ona ime, në zyrët KQZ-s, me këto elementet, unë me dhonë deklarat për veprimet KQZ-s, pa miratimin e KQZ-s. Është jo e drejtë. Unë muj me bo, po është jo e drejtë, jo korrekt, ndaj kolegë, ndaj kretë.